Shtëpia për të moshuarit në Gjakov është drejt finalizimit dhe pranimi teknik i objektit pritet të bëhet së shpejti. E ndërtuar në parkun e Shkugzës, në këtë shtëpi është planifikuar të ketë qëndrim ditor për moshën e tretë. Për fazën e të cilën ndodhet aktualisht ky objekt, ka folur drejtori i shëndetësisë dhe mirëqenies sociale në Gjakov, Lulzim Goçi. Ashtu që dini tashmë një lokacion shumë të përshtatshëm do të thotë në Shkugës, është në fazën përfundimtare ndërtimi i shtëpisë për të moshuarit, është vendosur në një lokacion shumë të përshtatshëm për të moshuarit. Ideja e ndërtimit të kësaj shtëpie është që do të mundsojë akomodimin ditor të moshuarve të komunës së Gjakovës. Drejtori Goçi gjithashtu foli edhe për mundësitë që do të ofrojë kjo qendër. Në këtë shtëpi do të kenë mundësi që ata që frekuentojnë këtë qendër të kenë aktivitete ashtu edhe rekreative, do të jetë një kinema, do të ketë loja, shaho dhe gjithçka tjetër që do të jetë në dobinë një që ata ta kalojnë një ditë sa më të mirë në këtë qendër. Fillimet e punimeve për ndërtimin e shtëpisë të moshuarve në Shkugës janë përuruar me 29 maj të vitit 2024, projekti i cili është financuar nga Komuna e Gjakovës me një kosto rreth 480.000 euro.